Punonjësit e Lufthansas kanë nisur këtë të premte një grevë që rrezikon të shkaktojë anulimin e qindra fluturimeve. Greva e thirrur nga sindikatat UFO pritet të zgjasë nga ora 00:01 deri në orën 22 dhe do të prek të gjitha nisjet e Deutsche Lufthansa nga aeroportet kryesore të Frankfurtit dhe Muniut, si dhe nisjet e degës rajonale Lufthansa CityLine. Një nga 9 aeroportet e tjera përfshin Hamburgun, Bremenin, Stuttgartin, Kölnin, Düsseldorfin, Berlinin dhe Hanoverin. Për pasagerët, kjo do të thotë anulime masive. Shoqatat e aeroporteve ADV parashikon se mbi 520 fluturime mund të anulohen. Në Frankfurt, nga rreth 350 nisje të planifikuara të Lufthansas, 75% janë anuluar, ndërsa raportimet lokale tregojnë se rreth 280 nisje dhe 270 ulje janë pezulluar. Aeroportet të tjera të mëdha si Hamburgu dhe Berlini kanë përjetuar gjithashtu anulime të 10 fluturimeve. Greva ka pasoja edhe për udhëtarët që kthehen nga pushimet e Pashkëve për shkak të mungesës së avionëve. Lufthansa ka njoftuar se disa fluturime do të mbulojnë linjat e tjera të kompanisë, si Discover, Lufthansa City dhe Eurowings. Por më tepër, degët ndërkombëtare përfshin Australian Airlines Swiss, Bruxelles Airlines, Air Dolomit dhe ITA Airways. Do të përpiqen të ofrojnë fluturime shtesë ose përdorin avion më të mëdhenj për të zbutur efektet e grevës. Antari i bordit të Lufthansas, përgjegjës për personelin, Michael Nigemann, kritikon kohën e zgjedhjes për grevë, duke e quajtur atë të papërgjegjshme, veçanërisht për pasagerët që kthehen pas pushimeve të Pashkëve. Por kreu i UFO-s, Jacqueline Vask Burger, thotë se përgjegjësia për situatën qëndron te Lufthansa, e cila nuk ka ofruar deri tani një ofertë të pranueshme për punonjësit. Greva ishte paraprirë nga një paralajmërim dhe një votim i brendshëm i punonjësve, që mbështeten në masë të madhe thirrjen për tu hedhur në veprim.